Një shoqja ime është ndarë shkaku i familjes prej të fejumit. Tani mikja ime po pyet, a i takon asaj dukati që është rënë dakord kur është bërë nikahu? Nëse mbas nikahut janë kryer marrëdhënie intime, ajo e meriton të gjithë dukatin, florinin që është rënë dakord si dhurat kur është bërë nikahu. Nëse janë ndarë tani, po s'kan pas marrëdhënie me njëri tjetrin, pra mas nikahut, atëherë i takon gjysma e florinit, gjysma e dukatit. Siç e thot Zoti në Kur'an, fa nisfu ma faradtum, gjysma e asaj që keni premtuar. In lem tamassuhunna fa nisfu ma faradtum. Nëse nuk i keni prek, gjysma. E nëse i keni prek, pra me kuptimin keni bërë marrëdhënie, atëherë duhet t'i jepni të gjithën.